takojmë sërish në këtë hapësirë frymëzuese, ku sot do të flasim për tema vërtet interesante. Unë kam kënaqësinë të pres në studio Dritan Saja. Se çfarë bën Dritani, kush është Dritani dhe sa e pasur është jo vetëm puna e tij, po dhe jeta e tij, do e zbulojmë gjatë këtyre minutave. Tani mirë se më erdhe. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Kënaqësia është e gjithja imja dhe e Fiorit, sepse në këtë emision është dhe Fiori që harroi edhe i kërkoj ndjes, harroi ta përmend që sa shumë bën edhe sa shumë na ndihmon për të bërë të mundur këtë emision, në regji, në kamera, në audio, në të gjitha. Unë tani dhe Fiori do të flasim sot e do të diskutojmë e do të dëgjojmë sot njëri tjetrin, Fiori nga kufjet, për punën e palodhur që ti bën. Tani merret në plan të parë në gjuhën më të thjeshtë që mund ta themi me fizioterapi, për ata që nuk e kuptojnë plotësisht gamën e fushës ku ti operon, por nuk është thjesht fizioterapi. Ai është, unë do ta quaja shërues, me anë të duarve të tij, me anë teknikave, studimeve, të energjisë së tij. Ai ka aftësinë që le të themi t'ju largoj demonët apo jo. Lodhjen, energji negative, ta themi më thjesht sepse kur dalin këto demoni, interpretimet janë të ndryshme, njerëzit e keq kuptojnë ca gjëra. Dhe ai që jam shumë kujdesshëm, sidomos me popullin shqiptar, është ke fantazia. Fantazi shumë dhe mundon të jem me këmbë tokë. Bravo. Ti ke një pasuri tënden në kuptimin e eksplorimit që i ke bërë budizmit dhe kulturave lindore. Po, shumë. Si ka nisur me interesi jot për budizmin, edhe ç'a bën ti me budizmin sot? Atëre, e që është shumë interesante, mame ku më qenja 10 vjeç, por shifshi një film siç ishte koha atëre kur ishim njëri, kishte televizor dhe 10 vjeta, 20 vjeta bëshim për të parë një film në vitet 80 e sa. Dhe ka qenë një film japonez me karate që shfaqej dikur që ka qenë ke italiani. Dhe filmi kishte shumë simbolika dhe gjatë gjithë kohës kur ndodhte një simbolik ose kur ndodhte ndonjë veprim, gjithmonë ja u shpjegoja dhe të gjithë më thonin si kupton ti këtë. Nga e diti kësa? Nga të erdhi kjo. Po. Më thjesht ishte një ndjesi, domethënë edhe ka qenë një shumë interesante, një magnetizim shumë i madh kur shifsha film, sidomos për sa i përket Japonisë. Domethënë shumë i magnetizuar. Shumë i lidhur, e njihje mirë. Ishte një kimi shumë e fortë, më tjerë ishte shumë e fortë. Me atë kulturë. Po vetëm kultura, po ishte se unë e kuptoja domethënë komplet jetën japoneze, disiplinën japoneze dhe pastaj kur shfaqeshin në murq aty, ajo më thon tërheqja dhe kënaqësia ishte shumë herë më e madhe. Ka qenë e brendshme, ka qenë natyrale dhe e kam ndjekur. Nuk e kam lënë masdore. Aty do me thënë nga një film u bë shkak që ti të eksploroja... Jo, ai është një moment që pash këtë lloj afrimitet, lloj magnetizimi, një moment pasaj më ka ndjekur gjithë kohës, në kurse... Si e fillove ti? Duart e tua janë, më ke thënë, janë të afta për të larguar dhimbjen nga trupi. Tek ty vijnë njerëz që kanë probleme me shpinën, me problematikat ndryshme të muskujve apo ndoshta edhe të kockave. Ti ke një qendër që ofron këto shërbime, por si nisi se sot e ke këtë qendër, po si arrite deri këtu? Besoj jeta jote ka qenë një proces i gjatë. Shumë e vërtet. Atëre, me fjalë të pakta të thjeshta, se thash, mundon të më flas gjithmonë thjesht që njerëzit më kuptojnë, sepse njerëzit kemi në nivele të ndryshme arsimimi dhe kulture. Unë mundon të lehtësoj dhimbjet. Aty ku ka pickim nervor, kemi dhimbje. Unë çliroj pickimin nervor dhe dhimbja gradualisht largohet. Domethënë kaq e thjesht është për ta thënë esencën e punës time. Ose mundojmë që çdo të njerëzit jenë më me pak dhimbje, të ndjehen më mirë, të ndjehen pozitiv, që shkojë ke familje, ke punë, ke shoqëria, ke sporti. Kjo është detyra ime. Kur ishe i vogël? Kjo ka filluar shumë herët. Kur ishim në lagje, vriteshin fëmijët, edhe shokët. Kom qenë si kujdestar. Shumë fëmijë thoshin ti ngjan si baba për neve, kujdes. Por ne kam pas gjithmonë këtë punën e kujdesjes. Kemi qenë në një pallat me 4 shkallë, një lagje rëmë kur gjithë fëmijët lunin për ditë bashkë.
Tani po sjell kështu në vëmendje Tiranën e viteve më përpara. Dhe mundohet kur viste njëri dorën, hundën, që deri te gjak, mundohet të dalojë gjakun, mundohet ja të lëvizë dorën këmbë dhe kjo ishte domethënë një kush i kishte mësuar këtë? Nuk ishte jashtëm, ishte e brendshme. Më thënë ishte një mënyrë automatike e të shprehjes të vetes në rast të këtilla dhe gjendash shumë mirë, ishte shumë natyrale, ishte edhe shumë e thjeshtë për ta bërë. Më kupton? Pra e kishte si ta themi për kjo ishte një dhuratë, dhunti. Mund ta gjush. E brendshme që s'kishte nevojë ta mësonte njëri. Më thënë kjo aktivizohet automatikisht nga brenda me dhe unë bëja ç'kishe për të bërë, më thënë vitin komplet nga një komanda, familja vite nga brenda. Edhe këtë kam pas gjithë kohës. Baba im ka qenë oficer, bënte shërbime, vinte i lodhur, thotë më fërko pa komod, fërkuj çikurrizi, s'kan qenë ato orë domethënë. Më thotë shpesh që e ke dorën shumë të mirë dhe si ta thash edhe ti që po diskutojmë një shoku im shumë i ngushtë që kemi pasur vëlla është në Itali sot, më mësoi 2-3 teknika të masazhimit të këmbëve. Dhe unë thjesht e pash dhe e riprovova nëse ka. Edhe aty ti pëlqeu, po i pëlqeu tha, sa shpejt tha dhe dora dhe kështu tha, kështu është tha. Ajo pastaj më bëri që unë të por në ato kohë formacione edukim për masazh nuk kishim. Do të thonë çdo gjë ishte i vogël, spontane, shifshim dikë, pyesim lart e poshtë. Dhe një moment kjo sikur humbi. Të iku nga jeta, domethënë. Më humbi sepse si ishte nevojshme, as unë as njëri ta bërë dhe humbi një moment. Për gjatë jetës. Dhe mbaj mend pasaj mas një farkohe kur punoja, fillot kisha probleme me mesin, kisha probleme me shtyllën kurrizore, duke qenë se jam marrë dhe me gjimnastik, se kemi qenë në të vjeçar, pas Çanda ka qenë në gjimnastik, që në klasë, që kur fillon klasën e dytë. Që në klasë parë mbaj mend unë te shkolla ime të vinin të zgjidhë dhe të cirku. Po, cirku. Te palestra klasës, vinin disa profesor të cirku dhe zgjidhnin kalamajt. Ashtu po dhe ne marrëm më thënë sa në klasën e dytë. Na vonë në rrjedhë edhe na shifnin nga këmbët, kush i kishte këmbët. Po unë isha ai dytë i tretë që mos zgjodhën. Që shkonte për gjimnastik. Gjimnastik. Pastaj kjo humbi dhe një farkohe pata shumë probleme me shtyllën kurrizore ku punoja jashtë. Tani ka emigruar për disa vite si gjithë çunat shqiptar dhe Tiranës dhe ka bërë punë nga më të ndryshme, domethënë. Që nga punë të rënda fizike deri tek gjithë neve që dolëm në 90, unë kam dalë 93 nga Shqipëria. Nuk do të harrojmë që kur dolëm nga një sistem ishim të varfër mendërisht në xhep dhe në stomak. Dhe shumë njerëz për të mbijetuar thithën çdo lloj kulture dhe çdo lloj feje apo çdo lloj profesioni për të mbijetuar, ndërsa unë qëndrova në një pjesë tjetër të jetës, edhe këtë kisha të bërë se shumë shokët e mi, miqtë e mi punuan, bën makina, bën biznese, bën pallate. Jo, unë investova çdo lloj paraj që mund të fitoj nga punë të ndryshme për të investuar ke kjo që bëj sot. Pra unë isha ke dija dhe çdo gjë, çdo para që kam blerë kam bërë dije. Pra ti punoje dhe pastaj bëje kurse për shembull. Kurse, dije, libra, seminare të ndryshme. Kam lidh me mistik të ndryshëm, të botës fizike, mendore, shpirtërore, të botës andej. Të botës andej. Më do na tregosh ndonjë gjë për botën andej? Patjetër. Edhe një moment kur isha në Athinë, isha me një profesor që bënte kung fu, ai kishte qenë ja 12 vjet diçka të tillë në Kung Fu Panda dim. Kung Fu Panda. Se kur je mamë shef Kung Fu Pandon me fëmijët. Ai më thon ajo Kung Fu Panda është shumë e vërtetë, pavarësisht të shfaqet në mënyrë me animacion, po ka një të vërtetë dhe unë e kam parë dy herë. E ke parë edhe ti. Edhe mua më pëlqen. Disiplinë jashtëzakonshme. Ky profesor që kishte bërë Kung Fu, më thash, çka kem thënë, më thash, ka ore se po bëj stilin e tigrit të Kung Fu, se kam bërë të Kung Fu, taekwondo, karate, yoga, kam bërë shumë gjëra dhe i thash që kaptet ai më tregoi një ushtrim që ne këtë e bonin në gjimnastik të 8 vjeçare. Por të shkrytur për të drejtuar. A dhe më thë, profesor, po unë dita bëj këtë, i thash. Po kjo është, më bëj këtë, kërcasin këto kocat, vjen këtu. Okej, aq më deshme dhe fillova vetë pra se prap. Derisa rregullova trupin. Pra të një problem, pastaj një dëmtim në shpallën e djathtë dhe shkova në disa spitale, bëra grafi, akupunktura, kiropraktik, osteopati dhe nuk po gjej zgjidhje.
Sa zjatja i problem? 6 vjet. 6 vjet me probleme në shpatull. Po, ka shumë njerëz që e vojnë në këtë po, mënyrë. po. Dhe po unë isha kundra gjithëpëra, kundra ilaçeve, sepse e di që çdo gjë do të zgjidhet në mënyrë natyrale, do të zgjidhet në mënyrë natyrale dhe jam kundra gjërave sepse gjithëpëra dhe operacione gjëra të huaja në trup. Janë të jashtme dhe japin pasoja me kalimin e kohës. Këtë nuk e doja. Gjithmonë mendoj sepse çdo lëvizje ka një pasojë dhe unë gjithmonë jam kjo lëvizje që do bëj në çdo gjë tjetër time. Ka këtë pasojë pozitive, do ta bëj, s'ka, nuk e bëj. Ose japi çiko vetë derisa gjej një diçka, domethënë që mos ketë asnjë pasojë negative. Kjo është ideja. Dhe duke kërkuar, arrita këtu ku jam sot. Kjo që për të shëruar veten pra. Po, tash do un po kam shëruar veten. Do filloj të shëroj gjithë dynjan se kam pas edhe domethënë kaq shumë u bë problem dhimbja, bllokimi në shpatull, sa që ti pasi nuk more zgjidhje nga askund se do e provoj të shëroj veten dhe ja dole. Edhe kur ishim jashtë një 2 vjet, unë shkoja në shkollë dhe punoja part-time si kamarier për të paguar kurse. Kurse të shkollën gjithë shumë lehtë bër. Por ata që na ndjekin dhe ndoshta kanë pasion do duan ti bëjnë. Nga për të bërë një fizioterapist i mirë, them të gjithëve, njësoj sikur them dikuj që do të bëhet një menaxher restoranti shumë i mirë. Një menaxher restoranti shumë i mirë do të fillojë të laj pjatat. Të di çdo detaj të që nga detajet më të vogla. Të qiroj patate dhe qepe nëse do të bëhesh menaxher që këtu fillon. Dhe fizioterapistëve i them gjithëve, do filloni gjithmonë me bazat. Baza është masazhi. Dhe një nga bazat më të mira që i sugjeroj gjithëve që duhet ta bëjnë është masazh indian për kokën. Çfarë është masazhi indian për kokën? Atë masazhi indian për kokën fillon me disa teknika nga shpatullat, qafën dhe deri ka kokë dhe bën shirimin e sistemit nervor dhe ndihesh jashtëzakonisht shumë mirë. Po. Kjo është një nga bazat. Sa zgjat ai masazhi? 20 minuta, 15 minuta. Edhe për 20 minuta çlirohet tensioni nervor që është mbledhur në kokë. Po, mësosh kanalet, qarkullimin e gjakut, tendinat, si shkon, si lidhet qafa me kokën, si lidhen vertebrat, si është vertebra parë. Për shembull, me që jemi te kjo pikë që ta bëjmë pak më të prekshme për gjithë dëgjuesit tan, dhimbjet e kokës tani, kur ke shumë, unë për shembull kam probleme me kokën, më dhëm koka shumë shpesh. Po, besoj ka dhe njerëz tjerë, janë nga mbi ngarkesa e sistemit nervor. Ajo është një pjesë. Atëherë apo ka, nuk po flasim për sëmundjet e këqija, do t'i dhe mund të kalojnë ato me masazhe, mos pish për shembull ilaçe. Do t'i marr në 2. Atëherë për ta bërë më të prekshme bisedën, njeriu ka 2 elementë, fizike dhe mendore. Po. Fizike është ky mishi, to kocë që kemi ne. Dhe këto varet nga sistemi i qarkullimit të gjakut. Nëse gjaku qarkullon në gjithë trupin, s'ka probleme. Është ajo shpreha që i them gjithmonë njerëz, aty ku ka gjak ka jetë. Po, gjaku është jeta. Aty ku s'ka gjak ka dhimbje, ka njërin tjetër. Kush është përgjegjës për qarkullimin e gjakut? Sistemi nervor. Atëherë gjejmë ku është ndaluar nervi, ku është shpickuar nervi. E çlirojmë atë presion dhe atë pjesë nervor, fillon qarkullon gjaku dhe ajo pjesë fillon të merr jetë. Nga sa bukur. Kjo është nga ana fizike. E ke shpjeguar shumë bukur. Mundohem, sepse thash ka dhe njerëz që nuk kanë shkollë dhe mundohen të përshtatem aty që s'ka shkollë që ta kuptoj se patjetër ne jemi këtu. E di se ka titullin ky emision Njerëz si ne. Okej, perfekt. Njerëz në radh parë, pastaj na vjen shkolla, për shkollën s'kemi. Po jo, e kam edhe ashtu fare në këtë moment. Na vlen. E kam dhe pasion dhe dëshirë dhe kënaqësi sepse këtë punën e bëj për ditë. Mua dhe Fiorit këtu, që jemi 2 persona që bëjmë emisionin, na intereson shumë ana njerëzore. Edhe jemi fix fare. Nuk vi me diploma këtu për të çitur mend, ai kemi lënë për të tjerë. Apo jo Fior? Yes, patjetër të Fiori. Unë e kam thënë gjithmonë se më bëri pyetje një para shumë vite, kështu isha jashtë që ndihmoja njerëzën shqiptar dhe pse bën këtë? Unë thash unë dua shumë qenie njerëzore. E dua njeriu, po. E dua njeriu. Po e din se ma vlerëson më se nuk ka rëndësi ajo pjesë. Se është pjesë edukatës se një që s'ka edukat për veten mund të ketë as për ty. Patjetër. Ose ka njerëz që kanë edukat por nuk din ta shprehin. Edhe këtu nuk kemi pse i gjykojmë edhe para. Absolutisht. Ota për të kthyer te koka, ka ndonjë gjë që mund të bëjmë ne në shtëpi, për shembull kam parë që mund në momentet që të kesh trëngime nga dhimbjet e qafës, po them, mundemi ta fërkojmë vetë, ka ndonjë teknik para se të shkosh te fizioterapeuti apo tek ty. Atëherë gjë më e thjeshtë. Tani bën fizioterapi budiste. Budiste. Do na shpjegoj më njëherë mbasaj çfarë do të thënë. Atëherë gjëja që i them gjithëve është ai që them më parë, domethënë çlirimi i tensioneve muskulare, sepse kur mungon qarkullimi i gjakut në muskujt e kokës,
ato muzikë fillon nga që s'kan gjak, fillon të shtrëngohen dhe krijojnë ngërçe. Këto quhet dhimbje koke. Atëherë gjë më mirë që kur të çojmë në mëngjes, më thonë gjëra që ja sugjeroj gjithë kohës, mos e çoni asnjëherë shpejt. Çon ngadalë. Çosh ngadalë, 2-3 minuta të rini ulur. Shifni më thonë të zgjosh, sepse njeriu mendërisht zgjohet për 1 sekond. Po. Njeriu me mendje për 1 sekond lëvizë ikën, kurse trupit i duhet kohë. Duhet më shumë kohë. Atëherë, mbasi fillon edhe zgjohesh, ulur, fillon edhe lëvizjet e qafës nga dal, majtas, djathas, para, mbrapa, rrotullohet koka që të fillojnë edhe gjithë muskujt e qafës të fillojnë të aktivizohen dhe duke u zgjuar fillon qergullin edhe gjaku gradualisht. Unë jam ke çdo gjë graduale. Dakord. Asgjë e minjëhershme, e shpejtë, spontane, dinamike. Por ti me sa vëre nga biseda që po bëjmë bashkë dhe me të drejtë patjetër besoj, e ke fokusin tek qarkullimi i gjakut. Gjaku, ajo është pjesa më e rëndësishme apo jo për një trup që të jetë i shëndetshëm dhe për një sistem nervor të shëndetshëm. Po gjaku është jeta, rruzat e gjakut janë si pjata. Po ti shohësh mikrofonun atë pjatë ka të gjitha ushqimet. Edhe kur kjo pjatë, në thonjza, gjaku është si puna di kamariri që shërben në çdo tavolinë, çdo pjesë e trupit do mori atë lloj substance që ka nevojë nga ky gjak. Dhe nëse kjo pjata me këtë gjakun nuk shkon, ajo pjesë ngelet e varfër, e dobët, pa fuqi etj. Pra që flasim për vitamina, kripra minerale, e të tjerë, të gjitha çfarë sjell gjaku në për organe që të funksionojë mirë trupi. Po çfarë është kjo gjimnastika budiste? Reaktivizimi i qarkullimit të gjakut, kjo është. Atëherë, para 3000 vjetësh, misionarët e Budës shkonin në për shumë qytete për të shpërndar mësimet e Budës. Dhe kur vinin shifej nga personat budistë që ishin mjekët të tempullit, shihin që këta njerëz ishin gjithmonë të smur, të lodhur, të mërzirë dhe të rrahur etj. Dhe filluan të studiojnë, domethënë nga vjen gjithë ky problem, sepse ata jepshin bim, bënin masazhe. Mi për nikëshin të mjaftueshme. Disa nga këto budistë hynë në meditim dhe panë që jeta e njeriut është shtylla kurrizore. Pra, aty është jeta. Shtylla kurrizore e njeriut është si puna pemës. Dhe çdo pjesë tjetër janë gjethe dhe deg. Dhe palca e shtyllës kurrizore është një tru i zgjatur. Nuk është në formë të rromullakët, në formë marrë siç e kemi neve, por është një zgjatim dhe ky zgjatim kemi shumë nerva të cilët dalin si deg pemë nga shtylla kurrizore dhe kanë fundin tek një X organ. Sistemi nervor dërgon impulse, energji, elektricitet nga truri ke një pjesë e trupit njeriut. Dhe pa këtë lloj elektriciteti ose këtë lloj bioenergjie, edhe nervi vetë është i vdekur dhe i mbaruar. Po patjetër, lëviz këmbës, lëviz dorë, ngrin. Atëherë çlirimi i këtyne bllokimeve nervore, këtyne kanaleve nervore, këtyne presioneve bën hapjen e përcjelljes së bioenergjisë, elektricitet ose të impulseve që vijnë nga koka, ke një X organ ose një pjesë e trurit. Deri te gishti i vogël i këmbës. Kudo në trup. Kudo, sepse janë 500 ca kocka, 300 ca muskuj, dhe kemi 72.000 pika nervore dhe porta nervore. Wow, 72.000. Po. Llogaritës tash sa mund ta kalojmë jam me miliarda. Mund ta kalojmë jetën duke u marrë me gjithë portat nervore. Është llogaritur që sistemi nervor vetëm i trurit pa marrë fare trupin, vetëm i trurit është do të duhet një mekanizëm për ta ftohur nga energjia që ka, që krahasohet me Niagarën me ujëvarën e Niagarës. Do të thënë ai fuqishëm është truri i njerëzit, do të thuhet një ujëvar e tillë. Po mirë, pse s'ndjehemi kaq të fuqishëm? Saç jemi, sepse komandat të bëjmë lidhja fiziko-mendore. Do bëj një hyrje për këtë pjesë tjetër. Fiziko-mendore. Tani ka nuk është thjesht një fizioterapeut, prandaj dhe jemi këtu, nuk është thjesht që një budizmin apo e praktikon atë në jetën e tij personale, por është një njohës i mistikës, kryesisht i mistikës lindore. Ai, siç e tha edhe vet, merret me yoga, merret me meditim, dje biles kur u takuam që do bisedonim për
emisioni më tha pjesa më e madhe e njerëzve tha meditojnë shumë keq. Edhe unë nervozova pak sepse më duk e morë pak si personal. Megjithatë, ka një pasuri siç thash pak më përpara të gjithë këtyre dijeve që deri sot duket sikur na janë ruajtur edhe s'na janë dhënë për çdo gjë të doktori, për çdo gjë të ilaçi, të shkenca eksakte. Patjetër te industria e shëndetësisë, kjo s'diskutohet më që është një industri. Nuk do të thotë që ne nuk duhet të shkojmë aty. Jo, çdo gjë ka vënën e vet e kohën e vet. Por përpara se të shkojmë tek industria shëndetësore, ka disa metoda të tjera të njohjes së brendshme, të shpirtit, të mendjes, të nervave, të botës mendore, të gjakut, të gjitha këto që po themi. Tani çfarë jemi ne njerëzit? Se po më thua për të ftohur sistemin nervor do duhet Niagara, Për shikrasim, është një analogji. Nuk ndjehemi. Jo, po është e bukur analogjia, unë kam lexuar edhe unë, dhe me ato që kam lexuar rrah në të njëjtën pikë me ty, po pse njeriu nuk ndjehet aq i fuqishëm saç i thot mistika? Se mistika ja thot njeriu këtë okulti, që ti je i fuqishëm, që ti ke fuqinë mbi natyrshme që kështu ashtu. Çka ka ndodhur me njeriu që ndjehet kaq i dobët dhe kaq i vogël? Atëra. Ajo që gjithmonë e kam theksuar është që neve që fëmijët do të mësojmë fëmijët që të kenë besim ke vetja. Çdo gjë të kërkon ke vetja. Dhe praktikisht kur një njeri beson ke vetja është dhe pozitiv dhe nuk e mposh asgjë. Duhet të mësoj që fëmijët të dëgjojnë të mirën dhe t'ju sqarohet e keqe, domethënë ta njohin të keqen por mos ta përdorin. Pse themi e keqe dhe negative? Disa lloj mendimesh që na vijnë në përmend dhe neve ju japim vëmendje, ata fillojnë të bllokojnë dhe ndihesh keq. Kjo është që quhet mendim negativ. Janë disa lloj mendimesh kur ti mendon ti ndihesh shumë mirë dhe kjo është ai që quhet mendim pozitiv. Pra në këtë lloj situate mirë dhe keq, njeriu do të gjejë veten aty ku kërkon forcën, zgjedhjen e tjerë. Pjesa kryesore që neve në Shqipëri, sidomos me që jemi në Shqipëri, flasim Shqipëri, se ndodhen në vende të tjera, kemi mos suportimin e prindërve tek fëmijët. Nëse një fëmijë është shumë entuziast, prindërit duhet ta suportojë që ai lloj entuziazmi mos i ngjecë asnjëherë. Nëse një prind nuk e suporton fëmijën, fëmia bën në inferioritet, dhe inferioriteti krijon bllokimet. Dhe nga këtu fillon ai pikë, pse s'kam fuqi, s'kam takat, mami dhe babi s'më duan, shoqëria s'më duan, dhe pikërisht kjo lloj ana kjo situatë, më këto lloj mendimesh e bën atë njërin e pafuqishëm. Shtrirë. Përfundon njeriu i shtrirë, s'ka forcë të lëvizje. Si thosh, do thonjë që është një lloj force graviteti negative që ty të bën të ngulur në tokë dhe s'të shton më. Kjo është ai që ndodh. Ti mendon që të ndjerit i vogël në kuptimin, pra jo i vogël në moshë, po i vogël si i pa zoti, si i pa aftë, si i pa dashur, i pa pëlqyer apo të gjitha këto. I refuzuar, më the. Nis nga familja, nga prindrit. Patjetër. Aty është thelbi. Do të themi një shprehje që e kam thonë për 20-30 vjet shumë njerëz dhe shumë njerëz tremen, po fatikisht kjo është e vërtetë. Krimi fillon dhe mbaron në familje. Krimi fillon dhe mbaron në familje. Jo krimbi, krimi. Krimi se është. Ose kriminalat krijon në familje, në shoqëri vetëm shfaqen. Po. Është e rëndë, po, besoj. Jo, nuk është e rëndë, është vërtet. Jo, është e rëndë për ta pranuar prindja, apo për ta pranuar familja, por besoj që... Po një priq e rëfmin, trap dreqi, tongur dreqi, vdek shishala, ditë për jashtë me shumë me sy. Qa pret se do kryosh? Qa kryove në ato momente? Po. Dhe kur ai shkon 20 vjeç, e kanë në trukët dhe është programuar këtë mënyrë, dhe ti nuk e kthen dot, se do duhet kohë. Atëherë ndalemi këtu tani. Kjo është stadi i parë ku fillon. Po kur je 20, 30, 40, 50 vjeç, dhe ky dëm për shembull ka ndodhur për gjatë gjithë 50 viteve, po themi. Po se fillon ajo vetdije e brendshme që folëm bashkë. Ashtu, që ta zbërthejmë pak si shërohet njeriu 50 vjeçar, një 50 vjeçar që gjithë jetën është nënvlerësuar nga ose dhunuar ose ku diun. Në çdo njeri që të shkosh, mistik, lindor apo jo lindor në Shqipëri apo, pyetja e parë që të bën, a do të shërohesh më bir? A do të shërohesh? Gjithmonë ta bëjnë këtë pyetje.
Edhe në punën time. Ç'a do me thënë? Se mund të thot po ai ose ajo. Po Atëherë do ndjekësh rregullat dhe këshillat. Që ka Fiori, se thot Fiori ka njëri që thotë jo, ka Fiori njerëz që as nuk shumë njerëz që ju të rreqë keqja, duhet t'i dojnë me të keqen, e identifikojnë vetëm me të keqen, duhet të jenë kriminalë, duhet të jenë gangstera, sepse është një gjë. A di pse njerëzit duhet të jenë kriminalë, Fiori? Jo, nuk e di. S'ka shku ndonjëherë mendje? Nuk mendoj për kriminalet. Të qenurit kriminal, jo, të thyrit të ligjit, të qenurit kriminal, duke hyrë në burg, duke marrë policinë. Rebelimi. Të jep adrenalin. Dhe kjo adrenalin këta njerëz i marrin gjithmonë entuziazëm. Po bëjnë këta si këto çuna që lidhen me motora. Po, okay, zgjidha ditë, po. Inferioriteti e bën vet. Kur ti je në inferioritet gjithkohë, është për adrenalin. Je inferioritet gjithkohë, për shkak 18-20 vjeç. Kjo do gjë e të qenurit gangsterët, mi tregu po të shikoj ashi çfarë po. Po jo vetëm gangsteri, po. Jep adrenalin. O tan, edhe Po që si dush. Jo, edhe gangsteri po ka edhe një kategori tjetër, për shembull, janë njerëzit që nuk e kanë vetdijen që po bëjnë keq, o që po sillen keq, që po shkaktojnë të keq, edhe jo duket e mirë. Po pra dukatë që kanë marrë duket e normale ajo. Jo duket normalitet. Ata kjo po bëti shka normale, derisa vjen një moment që ha një goditje të thonë edhe shkunden. Wow, qa po ndodh dhe qa po bëj? Tani, e lam këtu, kur shkon tek një guru, ose një jogi, ose një mentor, një shërues, kudo, pyetja parë që të bëjnë është, a do të shërohesh? Qa do me thënë? Kur kuptohet që ai tjetri do të shërohet, ti u përgjigje kur zbaton disiplinën. Atëre. Pra një njeri që thot dua të shërohem, po nuk i zbaton rregullat, në fakt nuk do të shërohet. Edhe thot ai, shko mendohu, thot. Mos e gjokon kot, as mua si njerëzve. Po ka dhe disa pyetje shumë të thjeshta dhe interesante që njëri mund ta bëjë, thot. A të bëj një pyetje, thot? Ja shumë inteligjent atë tipa, domethënë, më thon këta të vërtetë se kështu manipulues mashtrues ka sa dush. Po flas për shëruesit e vërtetë thot tani, jo për këto sektet. Çfarë të bën të ndihesh keq? Kush është ai njeri që ta helmon jetën? Çfarë ka ndodhur jetën tënde që ti gjithmonë i mërzitur dhe i helmuar? Nga të karë gjithë ky helm që ti do ta shpendash tek tjerët. Po e di ai ka njerëz që e din. Ka. Ka njerëz që e din edhe më të fshirë, derisa bin kontakt me një njerëz shërues të vërtetë që ai hap zemrën dhe në moment që njeriu fillon të hap zemrën dhe tregon se çfarë ka mbështjellur, traumën, mërzitjen, presionin. Se ky duket procesi më i vështirë, hapja zemrës. Se zakonisht njerëzit kur janë në këtë, pra për këtë që po flasim, për këtë lloj depresioni ose pakënaqësie me jetën, mundohen ta refuzojnë njohjen e pranë nga dhjetja, po. Se unë jam shumë ide. Pse ndodhi 97 në Shqipëri? Nga erdhi gjithë ai kriminalitet, gjithë ajo vrasje, gjithë ajo vllavrasje, po. Nga erdhi gjithë në 97, sepse ne u programuam për 40 vjet për atë sistem. Po. Për atë moment Shqipëria u programua. Pra ne programuam shqiptarin me shpata, me luft, me akmarrje, me Spartakun, me Herkulin, dhe kryum shumë Herkula dhe Spartakëra, e Robin Hoodera, e të tjerë, Tano Karidi, e tjerë, dhe në 97 i lam të lirë, dhe ta qa bon, të programuar mendërisht, fillon dhe qa bon, zbrazit të gjithë programe mendor që është organizuar për 20 vjet. Që është një program dhuna. Pra një njeri i programuar, po, një njeri i programuar me dhunë nga familja. Dhe shoqëria patjetër. Dhe shoqëria, po me që tham niste familja. Ky njeri nuk ka absolutisht asnjë shans që të mos e zbrazi dhunën diku. Bravo. Do të ndodhë. Po si mund ta shërosh ti, apo meditimi, apo budizmi, apo praktikat e mistikës këtë njeri, po flas për tani për njeriu e vetëdijshëm, ato që e di se çfarë bën, jo për ato që ndjehet njëshi. Atëre, shumë në shumë raste thash pyetja e parë është nga se vuan, pse do të shërohesh? Çfarë të shqetëson në jetë? Çfarë është ajo që të mban të bllokuar, sepse këtu hyn edhe pastaj dëshirat e plotësuara dhe pa plotësuar, ne ishim shumë të rinj që kishim shumë dëshira dhe nuk i plotësona dhe kjo arrinte në agresivitet. Dëshirat e shtypura. Atëre, më thonë shqiptarët janë në një shprehje që thonë një far në një gur. Kur vën një far dhe vjen një gur sipër, far nuk rritet drejt. Patjetër, fillon edhe hapet. Atëherë në moment që neve guri ke shtëpia jo ka qenë prindrit,
Në moment që nuk hapshin dot me prindrit, atëherë do ta hapshin edhe gjithë atë kështu do ta shprehin ke shoqëria, do rrifeshim me shokët, me shoqjet, do shaheshim edhe bosh, se fillon të ndini manë sepse nuk gjejmë mënyrë shprehuri. Kjo është një nga ato gjëra. Pastaj nuk duhet ta harrojmë diçka tjetër që shumë njerëz nuk duhet të hapen me traumat që ata kanë, se kanë shumë të fshehura dhe Po pse nuk duan të hapen me traumat? nuk kanë besim Te kush? tek personat që të flasin, sepse në Shqipëri kemi një problem, ne e trajtojmë shoqërinë. Në moment që një mik im vjen thot ty ndonjë sekret, edhe unë flasje diku tjetër, fillon hapet fjala dhe ky person do Patjetër, lëndimi vazhdon. Lëndimi vazhdon dhe kjo lloj pabesie që është shumë e theksuar në shoqërinë shqiptare ka bërë që shumë njerëz të rrinë të mbyllur dhe të bllokohen. Dhe automatikisht shumë njerëz mos harrojmë diçka tjetër. Aty ku ka alkool, drog, bixhoz dhe prostitucion aty ka dhimbje, të fshehur. Patjetër, çdo njeri që shkon drejt asaj është një njeri dëshpëruar që po përpiqet ta fshehë këtë gjë që nuk e fshet dot, do ta shëroj, po nuk e shëron dot. Po, e njëjta gjë është edhe ke puna ime. Kur më ke shtyllë kurrizore, i them çfarë problemi ke? Më dhem shpina mesi, çfarë punë bën? Çfarë ngarkesë ke? Do të thonë gjithmonë këto pyetje që është pak a shumë dhe nga ana mendore se një çfarë ngarkesë ke, çfarë punë bën, me çfarë merr, si qëndron ulur, si flen gjumë, çfarë ushqimi ha. Edhe nga ana mendore është pak a shumë e njëjta gjë, domethënë gjithmonë kujdesesh për njeriu për të parë domethënë burimin e problemit. Në punën time unë prek këshillën kurrizore me dorë nga rroza parë deri e fundit dhe shoh nëse në linjë apo s'janë në linjë. Më që nuk janë në linjë, unë shoh se ku është problemi, çfarë problemi ka, edhe ja tregoj personit dhe nga i ka ardhur, si ka ardhur dhe si do e zgjidhim. A zgjidhen tani gjithmonë? Po gjithmonë zgjidhen. Ka raste që nuk zgjidhen vetëm ku personat nuk e durojnë dot sepse puna ime shkarkon dhimbjen. Çfarë do të thonë, ai e ndjen prap dhimbjen gjatë procesit masazhit, ëh? Gjatë procesit fizioterapisë, masazhit do të shpjegoj diçka që është shumë e rëndësishme, burimi që përmend këtë. Po. Shirimi i rruazës së bllokuar shoqërohet me dhimbje, do thonë edhe me djegje, do thotë që në atë pikë ku është liruar rraza, shirohen sinjalet e sistemit nervor dhe shoqërohet me dhimbje. Dhe dhimbje në Shqipëri ka një problem me njerëzit që dhimbjen e quajnë edhe sëmundje dhe vdekje. Dhimbjet janë sinjale. Ja u shpej në dhimbje nuk është sëmundje. Nuk do vdesësh pse të dhëmb. Më dhëmbi, më bëri, më kryove dhimbje me dhimbje erdhe. Unë po t'i heq. Pra dhimbja është shumë bukur e ke thënë. Pa u përjetuar dhimbja deri në fund nuk ikën. Ja një shprehje tjetër, po s'ke dhimbje ke vdekur. Një njeri që s'ka dhimbje, s'ka hallë është i vdekur. Dhimbje dhe hallë marr njerëz të ngjallë. Pse janë dhimbje? Pse janë krijuar dhimbjet në trupin e njeriu? Nëse nuk do kishte dhimbje, do të bite veshin tokë, do ditë syni, do puse dorat, do një gjë, do shkojë sa ka një njeri plastilinë. Si them, po su dogje nuk e njeh zjarrin. Patjetër. Atëherë ajo djegje, ti ki kujdes. Dhe kur njerëzit rrin shtrem, jo dhe mesi thot trupi ki kujdes se ka gjë që shkohet drejtohi çik ose po çik gjimnastik. Kjo është dhimbja. Dhe kur vjen ke puna ime, sepse kemi dy dhimbje, një dhimbje që tregon dhe identifikon problemin që ke dhe dhimbja tjetër çlirimi nga problemi që ke. Po është e njëjta edhe me ato që po flisnim pak më përpara, njerëz që kanë trauma. Duhet të shkojnë dhimbjes psikologjike. Duhet ta përballin. Po, deri në fund ta ndjejnë thellë që pastaj ajo të duhet të përballin dhimbjen edhe me traumën. E njëjta gjë në trup. Si fizikisht, si psikologjikisht, dhe shpirtërisht. Shqipi tash një forfar, si ke punën ime ka dhe shumë shaka dhe kam ka momente që i them këtu është si portokalli, domethënë kemi tuta dhe qyfyre, domethënë shaka të momenti që vdesim duke qeshur. Ishte njëri dhe i thashun, çat kanë ndodhur jetë të hausi gjoj, e rrezuna jo. Edhe në shaka e sipër si ishte. Po them mua, se thash më dhem qafa. Unë i thash atij që nga gomari, dhe ai kthej në moment, ku e di ti se unë kam marrë me gjithmonë me gomarin, dhe kemi qesh me lot. Të është shaka që se unë kam dhe një stil në punën time që bëj shumë shaka sepse duj njerëzit të jenë të lirë. Duke bërë shaka të jenë të lirë, trupi shërohet më shpejt. Po. Pra trupi shërohet nga liria. Nga liria, nga shakaja, më thënë nga gëzimi, nga pozitiviteti. Edhe u jap shumë afrimitet njerëzve, shumë e pranojnë, shumë nuk e pranojnë. Ka nga ata njerëz që nuk e pranojnë afrimitet dhe mundohen të përshtaten me karakter dhe tani, sipas budizmit, se budizmi është shumë i gjerë, shumë i thellë, ti ke studiuar budizmin zen. Unë kam studiuar i çik fares, po bëj kështu si profesore budizmin tantrik. Jo atë që del online. Jo ato të shpirtit. Zen budizmi. Po zen budizmi është një nga më të thjeshtit nga të gjithë. Në zen budizëm nuk flitet.
Çdo gjë është nesër, sepse njëri duke nejtë nesër dhe duke qenë praktik fillon dhe komandon ego dhe menaxhon egon. Po flasim për taoizmin apo është gjë tjetër taoizmi? Taoizmi është Dao që vjen nga një perëndor, Lao Tse, që nifet. Lao Tseja pati një ndryshim shpirtëror dhe ai dha la perëndorinë vet dhe nejtë më të malit. Dhe e pa që asgjë materiale atë nuk e bën të lumtur dhe të zgjuar. Dhe ai u ndriçua duke nejtë më të malit, duke medituar dhe u ndriçua vetëm nga një gjethë që ajo gjethja binte, do të binte tokë dhe era shtytë më anë. Do të binte tokë dhe një moment gjethja ra në tokë, por nuk ra aty ku donte, por pak më ande. Pra, njeriu duhet të jetë në jetë si puna gjethës, që është drejt vdekjes. E graviteti është, po duhet t'ia lë edhe nga herë jetës në dorë, domethënë se ku duhet bie. Domethënë rrymës. Kemi shumë rryma dhe në disa rryma kur shkojmë në kundu fitojmë, por kemi edhe disa rryma që kur shkojmë në të kundën e humbim. Patjetër. Që është ajo puna e adoptimit dhe elasticitetit të momentit për të dhënë zgjidhjen e duhur. Pra, gjeta e ekuilibrit dhe inteligjencë. Një njeri inteligjenca është ekuilibër apo jo? Në këtë kuptim. Inteligjenca sjell shumë gjëra. Po është ekuilibër. Sjell ekuilibër, po ka edhe shumë gjëra tjera. Një njeri inteligjent, një njeri jo inteligjent ndalet dhe sepse njëri inteligjent adoptohet për të dhënë zgjidhje problemit. Nuk ikën. Nuk është i ngurtë. Okej. Nuk erdhi autobusi, do mor taksi, vi autobusi 5 minuta më, prit 5 minuta më vonë. Sportiviteti i jetës. Ose merr biçikletën, më thënë shkon në destinacion, pavarësisht si do shkosh në destinacion me biçikletë, pa biçikletë, me taksi, ti duhet shkosh në destinacion. Dhe destinacionin e kemi në vdekjen. Atëherë, një nga gjërat më të mira është ne jemi këtu për të mësuar. Duke qenë praktik. Po. Dhe fjalë pak njohim më shumë veten. Duke njohur më shumë veten, e duam më shumë veten dhe e vlerësoj më shumë jetën. Një debat që bëra unë me Tanin dje, se ky podcast është një podcast i lirë tani që ta dish. Një debat që bëm ne dje kur u takuam për të biseduar sot për emisionin, ti duhet ikësh, ja bërë. Jo, desha lexoj diçka të bukur këtu që më kuptove. Jeta është një mundësi për të njohur veten dhe për të dashur veten pa kushte. Pa kushte. Pra jemi këtu për të njohur veten. Për të njohur veten. Por dje për shembull, nuk u zoom shumë, po patëm një përplasje se bëj shaka. Pyetja ime që bëj shpesh, pikërisht në lidhje me një lloj eksplorimi që mund t'i bëjmë ne, sidomos sot pas New Age-it, se ka kaq vite që New Age si rrymë shpirtërore është bërë masive. Pyetja që më lind mua edhe që kam thënë dhe tani dje dhe sot, kemi 2 ditë që diskutojmë këtë gjë, është ato rrezikon zhytja në këto fenomenet shpirtërore, në eksplorimin e fenomeneve shpirtërore, ato rrezikon humbjen e kontaktit me botën fizike, si për shembull, që ta bëj të kuptueshme për publikun që jam duke thënë. Duke u marrë kaq shumë me yoga, kaq shumë me meditim, duke u marrë kaq shumë me eksplorimin e botës së brendshme. Si ke kohë të shkosh në punë, të mbash djalin, vajzën, të takosh shoqet, prindrit, bashkëshortin apo ku diun. Më duket sikur krijohet për një moment një shkëputje nga materialja. Shumë e thjeshtë për të thënë përgjigje. Atëherë, në të gjithë mistikën e gjithë botës, në çdo vend të botës, jo vetëm në lindje apo në linje mesme apo në Amerikën Latine. Kryesorja është puna. Ti duhet shkosh në punë. Disiplina punës. Patjetër. Puna është jetë, jeta është punë. Pa punë nuk jetohet. Masditje. 20 minuta për vete. Mjafton. Vetëm 20 minuta në ditë. Vetëm 20 minuta. Në 20 minuta futesh në një lloj meditimi që gjithmonë një mësoj njerëzit meditimi anë të frymëmarrjes. Kur ti përqendrohesh ke frymësy, frymë dhe se dy ky është ajo meditimi zen, që është një nga meditimet më të thjeshta, të njerëzore, më të lashta dhe më efektive. Në 20 minuta në meditim me sekonda, pra duke merr 5 sekonda, mbaj 4 sekonda, 6 sekonda apo s'ka lidhje fare. Jo, sepse aty ve mendjes kushte dhe po i vure mendjes kushte ti e preson mendjen dhe kur ti marrë meditimin të gjitha mendimet që ke presuar ato fillon edhe të aktivizohet. Ka numëro 1 2 3 4 1 2 3 4 meditim. Edhe unë këtë kam pyet veten. Atëherë kjo është ajo që në meditim nuk shpjegohet dhe shumë njerëz nuk e kuptojnë se çfarë bëjnë, edhe duan të mësojnë edhe të tjerët kurse kanë idën. Bërë mirë shumë që po e thua këtu. Nuk presohet. Mendja nuk kushtëzohet sepse ti e marr në ndrysnim mendje dhe kur ti marr meditimin gjithë ato mendimet, se mendja është energji, ato imazhet energji, fillojnë dhe shkarkohen për herë, sepse i ke marrë të kufizuar, se thosh e ke fut në mors, në prangë ose në burg mendjen.
Mendja duhet litë e lirë. Po. Të vitet iki, të vitet iki, të vitet iki. Gjatë meditimit, po flasim. Gjatë meditimit, po. Derisa t'ja morësh dorën. Okej, si po mëson makinën. Çdo gjë është graduale, Si që unë jam ke ana graduale, jam gjithmonë ke ana graduale dhe drejtimi në meditim nuk është jashtë vetes, Po. sepse jashtë je limituar Po. dhe ka vetëm lutje. Ti fokusohesh brenda vetes. Po. Dhe një nga teknikat më të thjeshta që është më efikase që çdo njeri mund ta bëjë, Po. është teknika e ndjesisë së frymarrjes që thash. Por qëndrohet mendja ke vrimat e unës dhe shef sy dhe se ditë frymë. Dhe s'ka rëndësi, më fal, sa sekonda po merre, sa thellë, thjesht merr frym lirë, Shumë njerëz mund të marrësh. Shumë njerëz ka filluar që fillojnë domethënë javën e parë deri në 2 javët e para me anë të Mes të mbylla, mes të hap. 5 minuta. Po. Është më se mjaftueshme. Nëse ti fillon edhe mediton dhe e çliron mendjen për 5 minuta, ti je në komandë mendjes tënde, të emocioneve të tua dhe më i kthjellë dhe më i qetë. Me syt e mbyllura apo me syt hapur? Zakonisht ka rëndësi pozicioni ku je ulur, je shtrirë, jo, një nga gabimet tjera që kanë që bëj të këmbët, se prandaj po të pyes nga që janë do ta bëjmë më thjesht, pra akoma. Nuk ka pozicion fiks. Gjej një pozicion që ti je rahat, po. Ti je në karrige dhe në krevat. Po ku do nuk ka, mund të jesh me jastek, pa jastek, me shumë njerëz sot rri me këmbë kryq. Po s'rrihet gjithë. Po no, krijet alla se dhemin komët. Po. Dhem shpina, dhem qava, dhem jo. Po. Nëse ti nuk je rahat në meditim, nuk e përqen as ke për të hyrë në meditim. Jo, se ku ka dhimbje është aktive mendja. Po. Ku ka presion nuk je rahat, po si je rahat nuk quhet meditim. Meditim do thotë ti je rahat. Po. Fjala e parë. Fjala e parë është ti je rahat. Në atë rahat fillon të qetësohet frymëmarrja dhe ti nuk e ndalon frymëmarrjen, ti nuk e thelon frymëmarrjen, thjesht observon sy dhe si del fryma kaq. Nëse bën këtë thua ti. Kjo është një lojë. Fillon me 5 minuta, po mund ta bësh deri në 20 minuta. Po e bëre këto 20 minuta në ditë, atëherë ju më ka njerëz që nuk kanë nevojë të shkojnë gëzeshë, me 5 mjafton. Mirë, po them nëse kushdo e shton gradualisht, se është një kërkesë është një kërkesë e brendshme që ta bëj edhe 1 minutë më tepër, ta bëj edhe 2 minuta. Duhet ajo apo jo? Dhe gjëja më e mirë që them, nëse do vërtet ta ndjesh meditimin është para gjumit. Në darkë, po. Ti bën meditim, bie në gjumë dhe në gjumë janë meditim, dhe kur zgjohesh në meditim. Pra të përdorësh meditimin për të hyrë në një gjumë meditativ, në mënyrë që të shkarkohet akoma dhe më shumë tensioni nervor. Me i kthjellët gjithë kohës. Shumë bukur, do ta provoj sot. Sepse ti kur bën meditimin fut mendjen brenda vetes, sepse brenda vetes është dhe mendja kur fillon edhe një botën tonë brendshme fillon edhe si thush hollohet. Po pra, dhe për të ndalur te kjo pika, ka njerëz që një lloj komplikimi kaq të madh. Thjeshtësia është gjëja më e bukur që ka. Dhe më e vështirë, apo jo? Më e vështirë kur nuk edukohet, kur nuk sqaron. Një gjërat sot është sqarimi. Dikur, dietarët, njerëzit e ditë e sqaronin diçka. Pse qysh tek edhe çdo njeri pastaj e merrte se merrte shpunat. Sot thot bëj kështu se them unë. Në moment që thotë bëj kështu se them unë, nuk bëhet. Shuzim me 0 mirëpafshim. Nuk ka dhon. Sepse ti pak më përpara kur po flisnim pikërisht për të po e them unë kështu, për të zhytur në të pavetdijshmën, për të çruar traumat, se nisëm atë muhabetin për familjen, prindrit, që krimet ndodhin në familje. Kriminali ndërtohet në familje. Më the shumë bukur që njeriu kur shkon te shëruesi duhet të dojë të shërohet dhe shërimi është i vështirë sepse duhet të zbatosh një lloj disipline, rregullat. Mirë, po ndërkohë jeta është dhe e thjeshtë, po është dhe e vështirë se për një njeri që nuk është mësuar të ketë jetë të disiplinuar është e vështirë. Ai është gati më mirë të rrinë atë ferrin e tij sesa ta bëj procesin. Ja ta bëj akoma më thjesht. Jo në të gjitha fushat e jetës kemi nevojë të shërohemi. Është vetëm një fushë në jetë ku njëri ka një traumë dhe ai nuk e shëron dot. Dhe personi që ty ta sqaron dhe shef ku e ke traumën, ai thotë një gjë, kjo disiplina, 1, 2, 3, do të ndihmojë që ti të arrish këtu dhe ti të e kuptosh vetë pastaj këtë. Ky është mënyra se si sugjerohet dhe se si thjeshtësohet zgjidhja një traumë apo një problemi. Po nëse njeriu ka më shumë se një traumë, apo s'ka asnjëherë më shumë se një traumë. Traumë thot mistika për këtë. Traumat është shiu sa interesante është. Trauma kanë gjithë. Sepse diskutohet ajo. Themeli i jetës në tokë janë traumat, dhimbjet, përplasjet etj. Te këto të ndihmojnë të kuptosh se ku jeton.
sepse kështu është jeta në tokë. Nëse jeta në tokë nuk ishte as dimje, as rrap, do ishim në ajër. Po, do ishim Nuk në astral. ka në kuptimin e mirë fjalë ka një lloj shije të mirë ana negative në tokë, sepse të mëson ti me kom tokë dhe ku je. Dhe ana negative për plasje traumat të ndihmojnë dhe të njohësh edhe çik veten. Kur një njeri i keq të vjen në jetë, ty të ndihmojnë që ti të njohësh veten tënde. Po. Sepse të ngacmon në pikat më të dobta të jetës tënde dhe ti fillon të përgatitesh dhe ai njeri nuk është i keq në këtë rast, është mësues i mirë. Po, patjetër. Atë që thash ditë që e keqja na mëson. Na mëson edhe them gjithmonë lume ai që ka armiq, se pa armiq nuk jeton dot. Sepse të ndihmojnë gjithmonë që ti të forcohesh në pikat më të dobta të jetës tënde. Këtë bën njeriu i keq, kur ti fillon të forcohesh dhe ky njeri i keq të afrohet, çfarë nuk më vret, më bën më të fortë, po. Aty ku ka plaka dritë, aty ku ka plaka dije, aty ku ka plaka forcë, kjo është mënyrë. Ka shumë njerëz, dhe është diri kjo pjesë, që kanë kaluar shumë traumë në jetën e vet dhe bosh mohabet po ky s'ka kaluar asgjë. Po si janë fantastik sepse përballën me të vërtetën. I kanë përpunuar, pra i kanë njohur, përballë e njohin dhe kanë aq shumë kurajë se kur përballen me njëtën, thashë i kanë akoma traumat edhe bëjnë që kanë manipulator. I ruhen, e zgjidhin, e përpunojnë atë edhe kur përballen me njëtën kanë vetdije më të lartë, pra pas përpunimit të traumës, vetdia rritet. Sa njerëz e duan me të thënë. O tani po njerëz të cilët nuk arrin dot t'i shërojnë në traumat e fëmijërisë apo ku di unë, ndoshta edhe të jetëve të kaluara, nëse do flisnim edhe për jetët e kaluara, pra për mishërimin, që nuk i shërojnë dot ato trauma dhe ato bën pengesë për gjithë jetën dhe bëjnë një jetë si të them gjysmake, po gjysmë jete, pra të izoluar, të mbyllur, të ndrydhur, nuk arrin dot ta Frika. Frika është kjo lloj traume apo jo? Frika dhe ignoranca e të kurrë njeriu. Po çfarë do të thon frika? Frika nga kush, nga çfarë? Frika nga që do ndodhi diçka e keqe dhe nuk do ta përballoj dot, ose nuk e di si do ta përballoj, ose nëse më do unë do vdes. Pra kontrolli mbi jetën, përkthehet kjo. Janë njerëz që kanë nevojë për kontroll absolut për ditur çdo gjë. Ajo është humbja e kontrollit prodhon frikën. Është një lloj karakteri, po ke edhe karaktere tjetër që mund të ndodhi gjë shumë e vogël apo ta bëjë më shumë të madhe. Ka njerëz që ndodhin gjëra shumë të mëdha dhe e mund ta kanë si diçka të vogël. Si ka mundësi që njeriu, po ndoshta vetëm kur plaket e kupton njeriu, këtë s'e di. Njeriu edhe gjithë jetën përpiqet të kontrolloj veten, të kontrolloj botën e jashtme, të kontrolloj kontrollin rreth pash mbi mendjen. Nëse ti kontrollon mendjen tënde dhe mendimet tënde, ti s'ka për të kontrolluar njëri asnjëherë. Pastaj kur vjen një moshë dhe bëhet pothuajse pranë vdekjes, kupton që s'ka kontrollu dot asgjë. Po ç'është kjo iluzion me të cilin jeton njeriu? Kontrolli vjen nga sistemi diktatorial që kemi pas neve. Neve do të kesh gjë parasysh, kontrolli. Shoqëria shqiptare ka shumë theksuar nevojën për të kontrolluar tjetrin. Do ta bëj akoma më thjesht. Në Shqipëri nuk ka pas kontroll. Po. Quhet ndëshkim. Po. Kontroll do thotë të fillosh, të vazhdosh dhe të mbarosh diçka me qëllim pozitiv. Ky quhet kontroll. Po ka dhe kontroll negativ. Ai quhet diktaturë pse? Okej. Ose tamam ta quhet ndëshkim. Ta rrafin fëmijën që mos e bëj, ky nuk është kontroll, ky është ndëshkim. Është tjetër koncepti mbi kontrollin dhe tjetër me dhe shumica e rasteve në Shqipëri njerëzit dinë të ndëshkojnë sepse ata ju kanë mësuar dhe ju duket si normale dhe kanë keq kuptuar ndëshkimin me kontrollin. Po. Për shembull, po ti thua kontrolli s'është negativ? Jo, nëse fillon dhe njëri që kërkon të kontrolloj tjetrin se s'kontrollon dot veten, apo e ndëshkon ai tjetrin. Bravo, dej duke ndëshkuar kujto se kontrollon. Dhe nuk e kuptoj që po ndëshkon veten rreth parë se ka qenë ndëshkuar. Po. Duke qenë ndëshkuar, ndëshkon sepse ashtu e kupton kontrollin. Dhe këtu vjen nga frika për të jetuar, për të përballë. Frika është shumë e ndryshme dhe vjen nga faktorë të ndryshëm, nga traumat të ndryshme. A shërohet frika? Dhe sa e bllokon jetën frika? Frika, atëre është mirë të kesh frikë në jetë. Për ca gjëra dhe është mirë në frikë mos kesh. Nëse do të arrish sukses në jetë, nuk do të kesh frikë. Por një frikë e mirë mund të jetë një frikë që kur ti të bësh me sukses, me lekë, me emër, mos fillon dhe të bësh arrogant dhe të nënshkosh njerëzit. Ti është pra frikë nga vetja, nga arroganca jote. Sepse në Shqipëri kjo është një frikë e mirë. Shumë e theksuar që mu nuk e di pse e bëjnë.
Unë kam qenë njerëz dhe kam pa njerëz që kanë qenë shumë të varfër, janë bërë shumë të pasur, kanë filluar të ndihmojnë njerëz. Sa bukur. Këtu në Shqipëri kam pa shumë njerëz që s'kanë qenë dhe janë bërë të pasur dhe gjëja e parë që bëjnë janë arrogant. Në Shqipëri arroganca është pika më e lartë e civilizimit qytetërimit, ndërkohë që arroganca është pika më e ulët. Po pse njerëzit në Shqipëri ose kushdo që pika më e ulët në Shqipëri, pika më e ulët në Shqipëri, konsideroj si pika më e lartë. Imagjino se sa ulët jemi ne si njerëz. Po, e kuptova, si anë energjike thotë. Ka qenë i varfër. Po. Dhe kur qenë kanë ndëshkuar me inferioritet, ka sharm, kanë ofruar, "Okej, u bëre i pasur. Tash unë u bëre i pasur." Dhe ti bën njëjtën gjë. Atëherë në moment që unë bëhem arrogant, shkoj ke ata që më bën, ulën atë do thonë unë s'kam mësuar jo nga jeta. Po si pse ndodh kjo? Pse ndodh kjo? Ndërgjegja shumë e ulët dhe edukata. Si hapet ndërgjegja? Nëpërmjet edukatës apo mund ta hapësh edhe vetë? S'po flasim për fëmijët, se fëmijët ndërgjegja ka dy mënyrë. Një mënyrë është ndërgjegje mendore, e cila ti analizon dhe logjikon. Për të ardhur në një përfundim pozitiv. E ke mendjen te vetja, te ti çfarë bën apo e ke mendjen çfarë bërja i tjetri? Atëherë në ndërgjegje thua kështu. Në atë që quhet logjik mendore që në Shqipëri mekanizmi analitik është në ndryshk, është në ndryshk, nuk funksionon. Se në Shqipëri njerëzit flasin pastaj mendojnë, bëjnë pastaj bëjnë pishman dhe ndërkohë që duhet quhet parandalim. Logjika quhet parandalim që nuk funksionojnë. Dhe unë kam vite që them parandalimi edhe nga ana politike, edhe nga ana ekonomike, edhe nga ana shoqërore familjare, parandalim në Shqipëri nuk ekziston. Në Shqipëri ndodhen aksidente pastaj marrin masa. Po, e vërtet, ky është një fenomen, është si kulturë, është bërë sikur është pjesë e kulturës tonë. Ti shife gjithanë ndodhen një gjë. Ndërgjegja mendore thot, unë jam Dritani. Dritani deri ishte i varfër, sot është me lek sepse arriti atë mundësi të bën. Çfarë do bëj Dritani me këto lek? Shumicën e rasteve blej makinë 50.000 euro, vi një vilkër dhe dal ke lagje dhe thash kush jam unë dhe si çfarë bën dhe fillon të ofendon të këtë kush, më thon krijon atë shi kush jam unë. Ky është një iluzion që do thotë që ky njeri është pengës së shkuarës dhe për ta zotësuar shkuarën fillon edhe sjell gjë shkuarën tek e ardhmë tek tashmë. Pra nuk funksionon, se nëse ti ke qenë ofenduar 15-20 vjeç, tash që e 50 vjeç nuk mund ta arresh zëvendësor se koha ka kaluar, gjërat kanë kaluar. Rikthimi mbrapa do thotë ky gjë s'ka zënë më nga jeta. Ka ngecë vend në lup. Rikthimi ka qenë domethënë një dhimbje aq e madhe se ky s'po heq dot. S'po përpunon dot. Ka dhe nga ata njerëz pastaj? Po. Që kanë bërë këtë gjë, që kanë njëri dhe thonë, "Okej. Pilani më ofendoi." Dhe zgjidh ndryshe. Pije kafe nga unë, pije dhe një tek whisky nga unë, edhe faleminderit që më ndihmon. Me gentiles. Kjo është ai që mungon. Zgjidhja me gentile. Funksionon jashtëzakonisht shumë, sepse po forca më e madhe ndodhet në mirësi. Ajo, dhe për tjetër si themi ne me të mirë, me pambuk. Po ajo është forca më e madhe. Kjo është ajo që mungon ke neve. Një gabim tjetër që shoh. Po mirë, dakord, e evidentojmë që mungon. Edhe po si ta zgjidhim do thoshim. Se dakord të gjithë e dim këtë. Këto janë problemet tona. A ka zgjidhje? Çdo gjë në jetë është evolucion, që është nga jashtë dhe involucion që vjen nga brenda. Neve erdhëm nga një sistem që thash parë të varfër mendërisht, stomakun bosh, xhepin bosh. Dhe ne duhet i kalojmë këto gjëra që po kalojmë sot, sepse vetëm ne bëjmë të kalojmë se s'bën thuat, është proces. Është proces natyral që ne duhet i kalojmë që të zëm mend. Një problem që kam sot, që e diskutoj me shumë të rinj, është vinë të rinj nga jashtë. Mblen makina 20-30.000 euro dhe gjojnë lekët në për klube natë, dhe kur s'kan lekë i kin jashtë dhe ngelen në për burgje. Nuk kanë zënë mend. Patjetër. Erdhe në Shqipëri. Merr një makinë. Po gjithsesi. Jo, sa e thjesht, merr një zitor 10.000 euro, Lamborghini. Jepje babait, në xhaxhait, të punojnë tokën dhe të mbjellin. Ti merr një makinë 10.000 euro dhe shko ke blloku. Po mirë pra ego jashtë. Shkosh ke blloku tash makinë 30.000 euro, ngel pa lek, e shkon në burg edhe le 2 qyqtar. Disa sa familje në Shqipëri që s'kan fëmijë kanë burg sepse patjetër, por ti thua ndërgjegja. Kjo është ndërgjegja e ndrydhur. Jo, është ndërgjegja. Ne në Shqipëri jemi shumë inteligjent dhe kemi shumë energji, por kemi të prirë drejt negativitet, që të thotë që menaxhimi i mendimeve është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm për jetë. Duke menaxhuar mendimet tona, menaxhojmë jetën tonë. Është qartë.
Megjithatë Shumë fshi dhe trauma. Jeta është kështu si është, ti do bëj ciklin e vet dhe dikush do ja dalë, dikush do ja dalë të ndërgjegjësohet, po ne nëpërmjet kësaj hapësire sot u përpoqëm, prekim diçka. Duke dhënë duke i prekur disa pika, duke dhënë edhe ndonjë këshill tek tuk për atë që ka vesh të dëgjoj. Po. Kjo është një temë që do emisione të tjera, unë besoj që ne do ta kemi prap tanin, qofse do gjej kohën për të ardhur. Po kemi edhe shumë të rinj si punojmë që mendojnë kështu dhe duan të shfaqen dhe të shprehen në këtë mënyrë që kanë vite dhe ata jashtë që kanë shpenzuar shumë kohë në dije, në zgjim etj. Unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për gjitha mesazhet e tua pozitive, për gjitha mesazhet frymëzuese, sponsorat, nuk i kemi përmendur fare. Dhe sponsorat që unë në fakt nuk e di, kam filluar tani pi vetëm këtë rozen. Është lëng trëndafili fantastik. Por nuk harroj të pi dhe vajin e ullirit Musajin, edhe gjithë produktet e Selitës, të cilët i falenderoj shumë. Në tek e vaj ullir në mëngjes, është super ilaç. E thash unë te emisioni kaluar. Po është super ilaç apo jo? Po duhet përzi me limon apo jo? Vetëm vaj ullir. Vetëm një teke siç është. Një teke, edhe nëse do ta shoqërosh. Esëll. Po esëll, mund ta shoqërosh me një lu mjalti. Ta përzish vajin e ullirit me mjalt. Jo, e pi teken. Fut vajin e ullirit. Po. Pastaj fut një vezime. Oj fut një banane. Edhe mëngjesi është perfekt. Dhe ke më së mjaftueshëm vitamina, djeg gjitha ato që s'duhet, trupin e ke formë, të jep vitalitet etj. Vaji i ullirit është, unë e kam thënë për vitesh sepse ku punoja që bëja masazhe, sepse është ai që do thosh pa masazh, masoterapi. Masazhi është faza e parë, masoterapia e dytë dhe fizioterapia është shkalla më e lartë e shërimit të njeriu. Dhe ku përdoren vetëm vaj ullirit, thoshim pse? Vaj ullirit është mbreti i gjithë vajrave në gjithë rruzullin toksor. Patjetër, edhe unë mendoj kështu, edhe si besimtare kristiane që jam, për ne vaji i ullirit është i shenjtë. Është simbolika e Jezu Krishtit. Jo vetëm e Jezu Krishtit, është simbolika e Zotit. Para se të vinë te Krishti, para se është i Zotit, vaji është i shenjtë, vaji i ullirit. Kështu që tani të falenderoj shumë për gjithë dijen tënde që u përpoqe në pak minuta që kishim dispozicion për të na treguar diçka, të mirëpres sa herë të duash në këtë studio. Unë do të kontaktoj prapë për ndonjë temë më specifike. Po patjetër. Neve mund të bëjmë diçka tjetër nëse ty të konvenjon bashkë, të marrim 2-3 fizioterapistë dhe unë të ndaj këndvështrimin tim ndaj kësaj fizioterapisë, 2 të tjerë të këndvështrimin e vëm konkurrencë. Jo konkurrencë. Apo të nxjerrim në pa esencën e fizioterapisë, sepse sot shumë masazhator marrësin vetëm për fizioterapist. Dhe kjo është një mashtrim shumë i madh që duhet ndërprer. Okej, dakor. Sa shkojnë njerëzit të masazhatorit thotë, unë jam fizioterapist dhe i bën 10 seanca dhe nuk e shëron. Problemi ata zbohesh ti dhe ka ndodhur shumë raste. Ka bërë deri 20 seanca masazhe edhe kur vjen mua është njësoj. Mirë se më na rrjedhin temën pastaj. E bën me një emision tjetër, mos t'i themi këto. Kjo është një sugjerim. Faleminderit. Duhet ta mbyllim se kemi kaluar gjitha minutat. I falenderoj të gjithë ata që na ndoqën. Do të jemi përsëri në Njerëz si ne. Mirupafshim.